Alex, të përshëndes, të falenderoj që je pjesë e kanalit Pisk për disatën herë dhe tashmë të miqve tuaj që të ndjekin, të mbështesin, të kërkojnë vazhdimisht. Dhe realisht e them se ke padur shumë mbështetje nga ata që të ndjekin me atë siç ka thua të vërtetën tënde. Siç e the, është e vërtetja e ajo që tërheq dhe bën për vete, domethënë, jo unë vetvete. Thjesht jam ai që e përcjell. Edhe është kënaqësi domethënë që pas ka gjetur vend në zemrat e tyre dhe në mendjet e tyre që të ndodhi ajo hapja më së fundi, se po na e mbyllin, po na e bllokojnë. Pra lufta është ka më shumë luftëtar, le të themi ato, nga në këtë betejë ose mund ta quajmë betejë apo luftë? Po, betejë është në rang më shumë të kufizuar personal, kurse lufta është, domethënë, duhet të jetë kolektive, është e të gjithëve, na takon, na prek të gjithëve. Po duhet të organizohemi. Po organizimet që ke vështirë, se jemi të ndikuar zakonisht, jemi dhe të dobët si natyrë, e çik të fryera e kundërt, pa përëmbehemi. Prandaj duhet ai organizimi, se si do ndodhi ajo, çik vështirë. Ti vetë, a i ke një ide si mund ndodhe, për shembull, është shumë e komplikuar për të ndodhur kjo organizimi midis nesh? Po është, ja, po ta bësh re për shembull, ajo domethënë dalja masive ndodh vetëm kur bën thirrje ndonjë kryetar partie. Nuk ndodh domethënë me vullnet të lirë popullor. Të dalin domethënë me një iniciativë pastër tonën. Sepse na duhet dhe një lider, na duhet dhe një bari dali përpara, që të koordinojë gjërat, lëvizjet. Kush do qëndroj para, kush do qëndroj rresh 2, rresh 3. Tamam, pozicionim lufte. Ke para ato filmat e vjetër ato me kuaj aty se si pozicionohen? Janë shigjetarët në fillim, i lëshojnë ato shtizat e tyre, pastaj vijnë kalorësat, edhe vijnë katapultet. Duhet një bari, thua ti, po pse është kaq e vështirë që mund ta bësh ti për shembull? Ta bëj unë? Po. Ti vetë merr dot guximin që ta mendosh ti je i bariu? Po, shiko, unë nuk e konsideroj vete se jam i tillë e para punës. Jo se pastaj, shiko, nuk vin kollaj domethënë njerëzit që të ndjekin, thot nga mbive ti, kush je ti, ç'a na garanton ti, ç'a programi ke ti, derisa të bëhet ajo punë, derisa të ndodhe ajo bindja që të njerëzit tiposet që ky vërtet do ta bëj, do shumë dhe dalin pengesa. Sepse është ky problemi tjetër. Jena edhe çikrenar si njerëz, si natyrë. Domethënë, e do kushdo atë vendin e partit, ai vetë i pari, ajo parësia. Edhe vetëm kjo është problem më vete që nuk të lën të ecësh. Luftë më vete edhe kjo. Po pse dalesh ti mos dal unë? Po ti ku dëgjon se bën? Po pse e bën ti se bëj unë? S'marrojnë këto pastaj konfliktet e brendshme. Brenda kjo është vështirë. Pastaj duhen fonde, gjëra. Duhet mbështetje edhe financiare, normalisht. Patjetër, se kjo botë ashtu funksionon, me paraja xhiron këtë botë. Po pse kjo lakohet gjithmonë edhe krijon edhe një lloj paragjykimi, le të themi, tek njerëzit. Momenti që përmendet paraja dhe financimet, aty tërhiqen njerëzit. Ndoshta edhe nga njollosja që është bërë prej vitesh nga këto palët e tjera që duan të prishin, le të themi, këtë imazhin tjetër të njerëzve të pastër. Nuk i lën njeriu e pastër dikush të çohet. Është e vështirë kjo gjë, domethënë se thot tani, ja po ta vësh re, ato që janë në krye, jo vetëm në vendin tonë, por në shumë vende, është domethënë ato janë të lidhur me një organizatë, por me një kështu që nuk del asnjëherë mpa. Janë ato që qëndrojnë prapasken, që financojnë lëvizjet, financojnë partitë. Duhet lidhesh me një Soros, duhet lidhesh me një lloj masonerie. Ka muhabet, por që të lidhesh me këto duhet të kompromentohesh me ato. Duhet lëshosh nga vetja jote. Duhet bësh atë që thon ata. Se unë po të paguaj, do thotë ai. Gjithsesi, e gjitha kjo tregon që ti nuk çdo kush nga ne, ose ata që na bashkohen ne, nuk është se kemi ndonjë interes, thjesht është për të mirën e gjithë secilit. Jam me këtë frymë, me këtë vi. Me këtë frymë, a ka stepje pas? A ekziston ajo, le të themi, vjen një moment që ti lodhesh thua, s'ka rezultat. Të tërhiqesh. Ti luftën nuk e ke vetëm për vete apo jo? Ne si njerëz, do ta kemi luftën vetëm për vete? Sigurisht që jo. Ajo domethënë duhet të ndodhi siç e thash masivisht, të zgjohen më një herë direkte, të ndërgjegjësojnë në të njëjtën kohë nuk ndodh. Mirë, patjetër, gradualisht. Kanë ardhur njerëz më të zgjuar, më të përzgjedhur nga vetë
Kryusi edhe prap. Po edhe nëse arrin me gjitha ato vështirësitë që përmendëm më parë, që të bësh atë organizimin, të dalësh i pari atje dhe të ndjekin, aty pastaj, si çdo ish një ditë bukur duke matur një fjalim qendër atje për zgjimin masiv, të ndodha një aksident. Po, ndodh diçka kështu. Krejtëratisht pa e menduar. Mi një skifter kështu, një sniper i padukshëm aty i kamufluar me një çati, me një tarac atje. Do të çajin për 2-3 ditë edhe do harrohesh. Pik marroj. Kanë fuqi të këqij sot. Ato e kanë, Përpiqu sa dush ti, nga ana njerëzore nuk përmbyset ky sistem. Po, Harroje. Pikërisht për këtë ishte edhe pyetja ime, përderisa këta e kanë fuqinë sot. A ka rrugë për tërheqje pas përstepje? Pra, a ekziston hapësira për të tërhequr? Po ne të tërhequr jemi gjithkohës. Nuk guxon njëri të bëj përpara. Nuk të lejnë ato të bësh përpara. Si duhet të jetë idealja? Duhet t'i dalim ballë, ta luftojmë të keqe, apo gjithë secili në atë habitatin e vet? Jo, gjithë secili veç e veç nuk do ajo. Sepse siç e tha dhe heroi jon kombëtar, domethënë bashkimi bën fuqinë. Që nxërit e filmi ato Shkopinë e Bashkuar, domethënë e thyn dot këtë. Po të organizohet populli, të organizohet, kjo është pjesa e vështirë. Pa e them se organizohet. Edhe arrin ta bëj këtë gjë. Populli nuk e di këtë gjë, po është superfuqia. Ka një fuqi që as vet nuk e di. Po vetëm po u bën bashk. Bashkia bën fuqinë. Ajo nuk ndodh. Se derisa të arrish në atë pikë që të formosh atë bashkimin, do kesh pafund probleme. Nuk të lën ata të ecësh. Sapo ta nuhasin që ky po bën diçka që do neve do na cënoj interesat, aty do nxjerrin probleme. Në një aksident, në një kërcënim, në një telefonat çuditshme kështu mes natës. Në një email kështu papritur. Shikoj se ti dim kalamojt ku shkojnë në shkollë. Po. Kanë forma ndryshme ata tipat. Unë sot doja të prekja, duke lidhur me këtë që po flisim deri tani për hyrje, por dhe atë se çka është vendosur së fundmi, që është edhe slogani ose le të themi imazhi i fushatës së Partisë Socialiste, që më bëri shumë përshtypje, dhe ne që e cekëm dhe le të themi episodin e fundit, atë fushën e Fallxhor Eris, le të quajmë, Fallxhorëri mund të quhet, çfarë mund të quhet si Fallxhorizëm, atë shpikëm Fallxhorizëm, po, shpikëm dhe ne diçka, si shpikëm dhe ata duhet, se shpike është e gjitha. Po. Atyre ka rënë që për të votuar Partinë Socialiste është numri 5 dhe ka përdorur një imazh, besoj se e ke parë këtë imazhin. Kjo është pëllëmb me që ta kuptojmë me disa simbole mistike dhe të horoskopit. Po. Rrethuar me shumë trekënçën e Trumpit që i bë vazhdimisht ai. Këtë doja të ceknim pak çfarë po ndodh tani. Këto po na tregojnë në shiqare këtë, çfarë do të thotë, si e lexon ti këtë simbolin, këtë simbolikën që po Your përdor. future thotë kjo, domethënë Po your future është e ardhmja juaj thotë. Misticizmi, domethënë magjia bota e errët është e ardhmja juaj po thotë aty. Se këtu po çosh, po është rrethuar, me Ja sfondin e ke zi për ja shembull. zi, po. Fati është në dorën tuaj, me ato që nxjerr aty domethënë. Domethënë të futet atë çikat e krenari që ti vendos për jetën tënde, ndërkohë që neve ne jemi del. Luan atë, po. Po prap të dorën do më japësh mua thot 5-ën. 5-ën, kjo je në dorën time prap. Sado që ta jap krenarin që thot ju jeni e ardhmja e tjerë, your future jemi ne, pastaj do të ka gjithë to simbolika, ato të misticizmat. Po. Është komplet misticizëm i gjallë. Ajo lidhet me kabalën ajo komplet që është ashtu. Siç po e shohim. Janë kabalista këta tipat. Besojnë tek ai tjetri. Edhe tha dhe, domethënë kjo është ai që po përdor ai gjati tani këtë kohë të fundit që ka si logo në vete. Po fushat, bravo. Po. Por po fushat nxjerr. Po fushat po, është për fushat kjo. Prandaj po dua ta cek. E kupton ku është i futur ai njeriu. Bravo, këtu m'dil tani. E di ku është zhytur ai njeriu domethënë. Ai domethënë se më kishte pyetur se kush kishte pyetur herë, tha, po ky mirë është ashtu që po thotë i zhytur në atë errësirën aty. Po ky është i vetëdijshëm domethënë që po ndjek një agent që po e çon njerëzit në humner. Pjesërisht po e thash. Është ndjeni deri diku, po jo plotësisht. Ai nuk e di për shembull që këto gjëra që ai po zbaton bashkë me atë agjendën 2030 që e thot vetëm 2030 ju agent. Po. Këto po na çojnë në një botë satanike komplet. Rebelimi ndaj Zotit, largimi, sheshimi çdo gjëje, aty po na çon errësira valla, në humner. Shive, e tregonte qartë ajo aty. Sfondi errët.
Po si është këtë që po trego kaq hapur? Okej, në rregull, unë se besoj që ai t'jetë pa qëllim kjo gjë, ose pa vetdijen e atij, ose pa patur informacion dhe pa qenë i bindur ai se çka po bën, domethënë. Se është njëri i zgjuar, i lexuar dhe ka dy fije informacion se çka që të bëjë diferencën, le të themi. Pra, është prap out, sidoqoftë. Është out thua? Është out, nuk ata që qëllimi është që ta çojnë gjithë njerëzimin në ferrë bër. E kupton? Po mirë, ndoshta ky merr kënaqësi nga kjo pjesë më. Ai këtë nuk është se e bën me atë gjak ftohtësinë që po do i zhys njerëzit atje në ferrë. Se nuk është aq në atë nivelin e errësirës siç janë ata tipat mbrapa këtij. Ka kusuret e veta domethënë, po jo aq terror siç janë ata mbi atë. Pa ai e bën thjesht sepse ashtu i than, po nuk e bëre do të kërcon, do të zhdukem edhe ty. Unë jam i sigurt që ai do të heqë dorë nga aty ku gjendet. Këtë e kam thënë ndër vite. A e ka thënë ditë? Po e kam thënë ndër vite këtë. E besoj të gjë. Është pikë të hallit ai. Është në pikë të hallit, po s'ka çfarë bën. Po nuk lëviz dot më burr. Unë jam ushtar i thjeshtë i tha Fevziut. Nuk ka zënë rrota bishin kur i thon. Edhe po u tëroj që ai thot pritet shoku se ti këtu tani je sklavi jon, je ushtari jon. Do përçosh ato planet tona, lëshot sa 2030 agenda andej, si tha para ca kohë, do bënte edhe një kështu do futet teknologjia dhe në parlament, siç apo thoshte, në zgjedhjet. Se ku tha, do fusim teknologji thoshte. Ajo puna e qeverisë së re që po vjen nga Amerika do përhapet gjithandej. Ajo puna e inteligjencës artificiale, digitalizimi, kompjuterizimi, mbikëqyrja, Big Brotheri po të shikon. Prandaj vazhdon dhe ajo gjëja shumë tut atje, edhe i bën reklam. Të gjitha këto konsistojnë në një gjë. Ti fusi njerëzit në një llumë, në një errësirë, ta humbi komplet veten. E vërtetë. Se po ta shohësh gjitha kjo ne kemi cekur edhe në episode të tjera që ai e ka përgatitur deri diku terren nëpërmjet sferave të tjera, siç është media, siç është tyre që merren me fall, siç merren me shumë elemente të tjerë, le të themi që ne kemi cekur, dhe ky del tani thotë kam gati të gjitha terrenet dhe del të pasqyron këtë dorën, pesën me element botës së errët. Po. Dhe njerëzit prap nuk reagojnë nga kjo pjesë. Po si do. Është ajo që ke thënë ti me Big Brotherin që nesër kur të na vendosin kamerën në shtëpi, zona bëj shumë përshtypje se kemi qenë pjesë e asaj duke e parë vazhdimisht. Je edukuar ka kaluar në subkonsciencë. Duhet diçka shumë normale. Fiks. Ta bëjnë domethënë anormale duket normale në momentin që do vitë ta parashtrojnë që të bëhet ligj, se do e quajnë ligj më mbrapa. Ti ta pranosh. Mos ketë pikë kundërshtimi reagimi. Ata të këqind nuk e duan reagimin. Nuk e duan që ti të dalësh aty dhe ti rrëzosh ato planet e tyre. Duan që të mbajnë në një gjendje gjumi dhe të kalojnë gjithmonë ato të tyret. Po reagove, po mendove, nëse një njeri mendon, për ata përbën rrezik. Nuk duhet ti të mendosh. Ti do veprosh ashtu siç themi neve dhe do mendosh ato që do të themi ne të mendosh. Do themi po të njëjtën vjersh gjithë. Po ti do të thënë një unifikim i çdo gjëje. Unifikim, po. Kështu do mendosh, kështu do vishesh, kështu do ecesh, se kam dhe për veshjen çik, desha me folca gjona. Si ja shikoj atë vesha për shembull. Nuk po i dallon dot më burra meshkuj vëlla. E kanë futur atë termin unisex atje, si burrat dhe femrat i kemë pantallona sot. Do duket si detaj koti, po është shumë domethënës. Ka kaluar fuqishëm gjithanej. I shikon kudo. Mi që kanë flokë të gjata që dallojmë që janë femra. Po ka dhe meshkuj që kanë marrë flokë të gjata dhe as si me vesh fare më. Po mi ato janë pak, ato janë nëse këtu se vujmë atë vende. Në vende të tjera janë këto më të theksuara. E kanë si Kurse këtu është bë keq fare më valla. Apo s'kan filluar me ca xhinse gjona tani, me ca brekushe kështu moda e quajnë. E ka unifikim. I thash herë unë po këto janë atlete për femra, mëse po kërkoje për atlete. Jo, janë unisexa dhe për meshkuj dhe për femra. Domethënë rrafshim, sheshim. Mos ketë dallim gjinor. Tani na erdhi dhe kjo pakoja tjetër e 700 gjinive të tjera LGBTQSRNUMINXZ. Aty ta humbësh fare. Po mirë, se mësojmë edhe alfabetin. Po. Këtu me pa nga ana pozitive, por për te shakave dhe në një batut thjesht sa për ta. E shikoj si punojnë, si bombardojnë më vëlla, njëna mas tjetrës. Mos kesh mundësi ti ta çosh kokën, mos kesh mendosh, mos as fare. Në këtë emision jemi duke bërë atë përpjekjen që të krijojmë një lloj hapësire që ai tjetri të mendoj.
Të mendoj, po. Gjithë përpjekja e këtij emisioni është vetëm për këtë arsye. Është gjëja më me vlerë që çdo njeri mund të bëjë për veten e tij, të përdori trurin dhe logjikën e pastër tij. Truri dhe logjikën, mendo më shoku, mendo, mos i merr gjërat çabllon. Filtroj, na ka dhënë Zoti një gjë të mrekullueshme që quhet logjik. Logjik është gjë. Pasuri. Po ajo na bën të dallojmë nga kafshët apo që s'kan. Nuk flasin ato, nuk krijojnë, nuk bëjnë, nuk kanë imagjinat, bëjnë gjëra. Kjo është pasuri e vërtetë, jo siç ka po sot po mburren sot të tjerë. Ose këta që janë sot në pushtet, ose këta që s'po ngopen asnjëherë. Vjen ai tjetri nëpërmjet shërbëtorëve të tij dhe mjeteve të tij, ai sykuqi edhe përdor gjithçka që ti mos ta përdorësh të dhurat që Zoti të ka dhënë, që quhet logjik. Ti je i bllokuar. Të del përpara. Llum. Jo, dali përpara ai, pastaj 3 me njerëz dhe kuptojnë dhe nuk i ndjekin më. Ai përdor karemet që tham. Jo televizori, jo moda, jo po mendo kështu, vishu kështu, ec kështu, përparo kështu, t'japin modele ato. Mos ndoshta Rama do më tregu me këtë, për ta mbyllur këtë pjesë, kemi shumë pika dhe tema tjera që duhet i cekim se s'bën, se ka dhe shumë interese dhe pyetje edhe nga ata që na kanë ndjekur në episode tjera, kështu që i falenderojmë shumë. Mos ndoshta Rama don të tregojë shqiptarëve që është fiksi ato fallxhorët kur njerëzit janë në pikë të hallit dhe e shohin si gjën më me shpresë që ekziston. Si po thua që po na jep të kuptojmë deri diku që ja u ka me të futme? Jo që ka me të futme, jo që ky është vetëm shpresë. Që është ky është vetëm shpresë, siç është në rastin që ne kemi treguar në historinë para 2 episodesh që për rastin e eksperiencën e vajzës që ishte në botën ishte mbyllur dhe mbuluar në botën e errët dhe shkon tek fallxhoria për gjetur zgjidhje dhe ajo mendonte se e kishte gjetur atë dritën. Po, më keq u pleks. U pleks më keq se ne po shohim edhe situatën. Mos ndoshta edhe Rama sot po na shitet si një fallxhor nëpërmjet këtyre detajeve që po i themi ne, po i flasim por tjerë nuk flasin. Jo, mirë lidhe. Për të treguar që ky është ai shpëtimtari dhe për të gjetur atë zgjidhjen e gjithë shqiptarëve dhe Shqipërisë dhe atyre që kanë probleme. Po shiko, jo vetëm me këtë, po përpjekja se ashtu e ka thënë, por sot tani po e tregon edhe me gjitha elementet e tjera. Po na çon nivel tjetër tani ai. Ajo me këtë që ka dalë tani ose dia tani që ma theti, po na kalon në nivel komplet tjetër. Do me thonë po na çon më afër një hap, me atë, ajo është misticizëm i gjallë, magji e gjallë. Po na çon 10 hapa më afër me krahun. Magji e gjallë? Po është komplet. Nëse nuk e di, njerëzit ta kërkojnë çik çfarë do të thotë kabala, që janë të përfshirë shumë të mëdhenj njerëz me VIP-a e këngëtare, rockstare, ministra, presidenta, Madonna, kabaliste gjallë. Do ta flasim një herë tjetër për këtë botën e kabalas? Kush janë përfshirë, çfarë misione tjetra, hierarkia këto? Po më ja këta, Trumpi, Netanyahu, këto aty i ke gjithë. Okej. Qendrëm te Rama, mos shkëputen. Ky është i vogël fare, i vogël fare. Po, a mendon se mund të jetë edhe ky pjesë e kësaj përderisa nëpërmjet këtyre elementeve që përshef, nga kjo e fundit që tregova, a mendon? Pse mendoj, kam bindje që është. E ke bindje? Po s'diskuto, ato burr. Vetëm nuk është rastësore thua. Vetëm që doli ajo gjë, atë plëmb aty e pikturuar me simbole misticizmi aty. Mbaroja por. E vdekme. Më thej që pas ka dalur, domethënë dhe po e ka si logon e tij, domethënë. Po. Madje shumë shqiptarë që i simpatizojnë, mbështesin në këtë fushat me vedije, pa vedije, nuk e dim këtë. Ata janë pa vedije. Është për ndaj. Ata po edukohen thjesht me këtë. Po edukohen, prandaj thash që do bësh shumë e thjeshtë, do bësh shumë e përtypshme edhe për gjithë të tjerët. Prandaj te kjo është ajo si po punojmë. Gradualisht, avash avash me simbole, me gjëra, mbeten mesazhet supersciencë ku ai ta nxjerr, dhe ti formon një diçka konkrete. Që e ka nisur ai i prapaskenës nëpërmjet këtij ushtarit të dukshëm. Kështu një gradualisht. Ushtar mbetet ai. Ushtar. Edhe është shumë i bindur biles. Prandaj nuk rrezikon ta përmbysë njëri atë këtu. Kush do e përmbysin? Siç po ndodh Serbi për shkak që duhet ta përmbysin atë atje. Siç po bësh edhe me presidentin e Kosovës që ishte ta përmbysnin, nuk arritën. Ky është i bindur, nuk rrezikon nga ata. Vetëm populli mund ta bëjë. Populli po e mban gjumë. Do dojt, me qënë se jemi po në të linjë të prekme disa pikat vogla, po përsa i përket e teorisë politike dhe pse jo të mbarvajtjes dhe në interes të popullit dhe shqiptarëve, qytetarëve të këtij vendi, për votën. Vota shkret.
E kanë bërë aq të madhe sa që kur dëgjoja të shprehjen vota është e shenjtë. Shenjtë, është e rëndësishme. Vash më shumë. Nëse po zvotove nuk ke drejt flasësh. Po se po votove do ke shumë drejt të flasësh. Po. Mo në burr. Shiko tani. Siç thamë në emisionin e kaluar, domethënë që ky sistem ka një seri, një larmi pafundësi karemesh. Një nga këto është kjo që quhet vot. Vota. Pse do thuash tani pse është karem kjo? Sepse kjo luan me popujt. Është një super gjetje e sistemit kjo puna e votës. Sepse ti jep atë përshtypjen ty, domethënë që ti ke të drejtë zgjedhjeje. Ti vendos. Të jep atë vet konfidencën, vet sigurinë, domethënë që shiko ke edhe ti diçka në dorë. Ato që kishte në dorë ai tjetri me ato simbolet aty. Po, saktë, shumë e bukur. Ke gjëra në dorë ti thotë më, nuk jemi ka demokraci. Tjetër fjalë e bukur e lançuar nga sistemi kjo. Kush çat demokracie më burr? Demokracia, ti ishte kështu demokracia, do ishte parajsa mbi dhe. Po këtu është komunizëm modern sot, i kamufluar. Thjesht historia përsëritet. Po në forma të ndryshme, që ti tani se ti e di se si funksionon në kalume, tani po ta e sjellim në formë tjetër, që mos ta kuptosh, që do na ikësh. Vota, shkon ti atje voton, edhe mendon se ti zgjodhe tani. Dhe kur të vin pastaj ato ka njerëz realisht që mendojnë se e zgjodhi ai ose e zgjodhen ta ose e zgjodhen ata. Po shiko, është skenuar aq bukur sepse tregojnë ato televizorat, ekranet e shtëpisë tonë që shiko tha, po hedh ai votën tek ajo kutia atje, e shkundi votën, e hodhi brenda. Edhe ty të jepet ajo përshtypje, domethënë që ja shikon, po procedohet normalisht, lirisht, secili zgjedh atë që mendon se do bëj punë për këtë vend. Edhe ti ecën me atë idenë, domethënë që vërtet vota bën punë. Shikon se po votojnë njerëzit. Mirë po, në lidhje me votën kishte thënë Stalini dikur që nuk ka rëndësi kush voton, i sa votojnë. Rëndësi ka kush i numëron ato votat. Domethënë nuk ka rëndësi sa këtë zgjedhësh ti, le të jetë 80% dhe 90% e popullit që do votojnë për X-in. Nuk ka rëndësi fare. Sa do që këtu tek ne përqindja është shumë e ulët atyre që marrin pjesë në votime. Kjo është gjë e mirë. Kjo është prezëdhënëse, mos shkoni fare, kur mos shkoni? Jo, atë mos e bëhet e thirrë se është kundra shtetit demokratik shqiptar dhe mund të marrim edhe kështu masa demokracia, po. Por më mirë shkojmë të vendosim një lloj simbolike, të bëjmë të dorë për shembull, një lloj parashikim fati aty, për shembull, fati në dorën tuaj në fletën e votimit. Se kishte thënë një urt dikur, kishte thënë një fjalë bukur, nuk lën ujqirit të vendosin delet. Ne vazhdu na shohin ata. Edhe ata të tillë janë, ujqir janë. Më thoi një person në histori, përveç atyre që hoqin qafe me snajpera, që ka bërë për popullin. Edhe nëse tenton të bëj, do e zhdukin. Nuk lën ujqirit, janë ujqir ata, janë gjakatarë, nuk të lën, ata për pushtet bëjnë gjithçka. Pastaj është edhe një shprehje tjetër që thotë, nëse vota do arrinte vërtet të bënte ndryshimin, shumë thjesht nuk do na linin të votonim. Por e bëjnë. E bëjnë të duket domethënë sikur ne po votojmë, që pastaj mos të ankohemi. Domethënë shërben si një valvul shfryrëse kjo. Kupton që neve e nxorëm atë inatin, votuam atë që do kundërshtoj atë që neve nuk na pëlqeu deri dje. E shohim se si tip hakmarrje atë punën e votës. Po që nuk e din shkreta që nuk vlen fare. Edhe pastaj të dalin me atë që është njëri që e thot aty te klani te mëngjesi, te emisioni mëngjes. Vetë votua thot. Nuk ka shprehje më të ndyrë se kjo. Vetë votuat. Kush e voton? Përdor shumë edhe për komente. Unë e shoh edhe tek videot që hedh kur reagon dikush, ky është komenti që dominon. E kupton? Domethënë që sapo të guxoj dikush të shprehë një pakënaqësi, të vinë me këtë, vetë votuat dhe të mbyll gojën automatikisht. Ai ti mund mos e ketë votuar atë. Fare, po. Po ecën me atë ide që Ma thonë edhe mu kur reagoj, kur bëj ndonjë video, ma thonë vetë ke votuar, vetë. Kupton si ka kaluar tani kjo puna e votës? Për të shërbyer dhe në këtë pjesë të mentalitetit. Që ti mos reago valla. Tani do hash dru 4 vjet, sepse vetë votove. Meqense jemi te druja, po për burgun. Ishim te vota tani për burgun. Burgjet janë kthyer. I burgut. Nuk e di, kemi sistem shumë të keq burgu këtu.
është kthyer në një super biznes. Si biznes? Nuk e ke dëgjuar këtë, se ke filozofu që këtë pjesën e burgut? Jo, Çfarë është kjo? prandaj drita është e këtij. Okej, thank you. Burgu është super biznes. Pse do thuash ti është biznes? Është domethënë një organizim fitimprurës. Nuk është burgu ty që të edukojë ty sepse shiko bëra të shkelin atje, shkelat e ligjin ti atje, edhe hajde futu çik këtu brenda si Luani mas kafazit që të qetësohesh edhe kur dalësh pastaj ti je i qet. Çfarë i qet më jegër del. Me ndërgjegje të pastër. Po atje më i tërbum valla. Futej që atje në errësirë ti, e nxirë mas i jave, ai çat shofi përpara do syri ta kafshoj. Por ajo është aty, i fusi njerëzit brenda domethënë, me shpresën, se është plan edhe kjo, me shpresën që të vijë ai njeriu i tij që e do, babai, xhaxhai, që është në gjendje ekonomike, kërcasit ca milion lek aty, edhe të fitoj lirin prap, të rifitoj lirin. Edhe shtohen palet e lekëve atje. Super biznes. Vetëm për atë arsye i mbajnë aty. Sepse tani ç'është ky muhabet? Ai po donon u kap aty brenda nga që kishte bërë një shkelje, edhe do donoj atë që shkeljen që bëri. Vjen ai tjetri paguan edhe ky del. Ç'a kuptimi ka kjo? Domethënë ai automatikisht nga momenti që ai pagujti lirinë e tij, ai u bë mirë. U ndërgjegjësua, nuk do jetë më shkelës. Ç'a na del nga kjo? Që ata presin të vini dikush të paguaj që dali ai ideali aty nga qelia, nga hekrat. Biznes. Edhe ç'është po ndodh tani, se sot e kanë shkel fare këtë punë e biznesit. Në kohën e Enverit ishim internimet. Popullsia jon ka qenë 4 milion. 4 milion. Edhe ishin në paraburgim 6.000 njerëz. 6.000. Sot jemi 1.8 milion, aq jemi 1.8, rreth, aty pak a shumë. Dhe kemi në paraburgim 7.000 njerëz. Me statistika këto, nuk po i donen. E qartë. E kupton tani ç'është bëhet këtu në këtë vend. Këto është këtu valla, mirë tha Edi ajo. Që do thotë që edhe Enveri ka pas regjimin më të fortë, që ka pas shquar dhe thuhet që ka pas regjim më të fortë, ndërkohë sot kemi më shumë. Më shumë paraburgim. Historia përsëritet, nuk ka demokraci, është komunizëm, është i kamufluar, i moderuar. E kupton si lëvizin. Edhe me probabilitet, me llogaritje le të themi 1.8 milion me 7.000 është ku përqindja më e lartë e atyre që janë të burgosur. Krahasim me kohën e komunizmit, pra jemi më keq se sa në komunizëm. Ashtu. Atëherë për çfarë demokracie po diskutojmë këtu neve? Ku është kjo demokracia më valla? Kupton si luajnë dhe me fjalët. Luajnë me subkonsciencën e njerëzve valla. Kemi demokraci thot, vendos ti se kush do zgjidhet atje. Janë gjitha pallavra. Kush i kapi, i kapi. Por ne po them, mendoni vet, logjikoni vet, mos hani çfarë ju servirin, filtrojeni njerëzit, përdorini atë shkretën. Nuk po përdorin njerëzit atë shkretën sot. Unë shikoj dhe rrugës atë që nuk e përdorin me njerëzit atë gjë. E kanë nxjerr nga kafazi këtu, e kanë nxjerr, i kanë futur shkelën, bau, e tani thot o sistem, o qeveri që vepron nëpërmjet qeverisë, më drejto ti tani, do bëj çat më thosh ti. Këtu. E shikoj dhe rrugës në gjërat më të thjeshta. I ke vënë ndonjëherë ata njerëzit domethënë që janë te semafori tani, duket edhe kjo si detaj, po ka të bëjë edhe kjo shumë, është furtur në tru ajo gjë atyre. I keti semafori njerëzit, edhe nuk shohin as djathta as majta, siç na mësoshin dikur neve prindit tanë. Para se të kalosh rrugën, hidhe një syjer, pastaj sigurohe. Nuk e bëjnë me këtë gjë. Shohin atë kur do nizet poçi i jeshil për këmbësorin. Ndërkohë që makina bosh, rruga bosh nga makinat. Ose mund të jetë në distancë largët, nuk kalojnë. I ke këtu, shohin kur nizet ajo. Do më thot kompjuteri mu, do më thot inteligjencë artificiale që po sjellin, se ç'a do bëj? Nuk mendojnë më. Rendi. Do i fusin drejt një rendi që i intereson atyre. Robotizim. Paketim. Po, i kanë futur aty te në për kallupe, në për olluqe, do ecësh këtu, s'ke për dal më anek ne. Ti del, po se ke më atë fuqinë se ta kanë bërthyer, ti ka bë për vete. Mbrapa gjithë këtyre vesh ai tjetri që do të heqë lirin. Gjithmonë. Do të heqë lirin. Patës bëhet. Po. Nuk kanë se si të ecin këto. Ka kthetra gjithë tani ai. Nuk po flitet shumë Alex për sa i përket situatës në Gjadër. Është bëhet fjalë për emigrantët që u bë marrëveshje me Melonit, me Ramën, do vinin, u tërhoqën prap,
nisa një autoroj prap. Po, skenime. Kjo Meloni s'po ndihet më, unë kam disa informacione që ndoshta thjesht për rikujtesë për gjithë ata që na ndjekin në kanalin Pisk, ndoshta shumë shpejt do të kemi të plasim një informacion bombë për sa i përket asaj se çka po ndodh, se nuk duket mbas informacioneve që kam që është në telashe edhe Meloni dhe pas Melonit mund të jetë edhe ky që është ky Joni. Ka probleme shumë. Kështu që një mendim për të, për këta të gjadrit rrezikshëm le të them. Shiko, ato janë vërtet rrezikshëm. Ata njerëz. Po. E para punës, nuk e di pse i quhen emigrant, prap luajnë me fjalët këtu. Nuk janë emigrant ata më shoku. Ata janë njerëz të rrezikshëm, por ato kanë dalë, ata kanë qenë të burgosur deri dje në vendet e tyre për krime të rënda. I kanë përqendruar me një vend atje në Itali, edhe po i shpërndan. Domethënë Italia është ai vend që po i shpërndan. Një pjesë e tyre do ne sjellë neve këtu. Ata janë kriminala të gjitha burr. Ata janë killera të gjithë. Apo ti shohësh apo sjellën nga 2 metra. Ata kanë mentalitet komplet tjetër. Do i përdorin për një moment ata, ta keni parasysh se që do them. Çfarë thua? Do i përdorin në një moment ata që të vërshojnë nëpër qytete, edhe çat gjejnë do e shejmë, do e shkatarojnë. Çat gjejnë do e vjedhin, do e plaçkisin, edhe gratë e përdhunojnë. Keni? Po. Këtu siç po ndodh në Suedi që janë kthyer në tmerr këta. Ata nuk dalin, thon ato gratë atje në Suedi pash me një gazetë tani afër. Thoshte që kanë frikë të dalin dhe të lagjet atyre, më dha se i ke kështu si ato qendra e rrugëve. Qarkullojnë nëpër lagje tufa. Apo s'kan dhe ca hanxhare, ca thika me vete. Nuk pyesin ata, nuk pyesin për logjik. Ata sulen alla. Po nuk gjetën ai gjë me vlerë aty që mund t'i bëj punë atyre, ata edhe po ishte femër, ata kalojnë gjëra të tjera alla. Do merrni parasysh se është rrezik që po na kanoset. Shumë frikshme kjo që po thonë plak. Ajo është arsyeja që po i sillen këtu. Për çfarë po i sillen ata këtu? Për t'i edukuar këtu, për t'i distrahuar thjesht me imajt me ushqime? Po pse do t'i nxjerrin? Pse do vijë momenti që thua do t'i nxjerrin? Do t'i nxjerrin ndoshta tani para zgjedhjeve po. Po do bëhet kaos në Shqipëri, se tani po kalojmë çik kështu. Do bëhet konspiracionizëm do. Apo jo. Shiko, konspiracionisti është ai që gjithmonë para se të kalojmë te kjo. Ka menduar disa herë, çfarë do thotë konspiracionizëm, ndoshta për gjithë ata që na ndjekin tani. Konspiracionizëm është gjithë ajo përpjekje që konspiracion. Është puna që merren këta të këqimt. Ata që qëndrojnë para skenës, që lëvizin ato fije të kësaj botës. Ata janë konspiracionista. Çfarë thotë thjesht si fjalë konspiracion? Ndërtojnë plane kundra njerëzimit në interesin e tyre. Agenda. Thurin agenda, komplote. Nga kjo del konspiracion komplot. Ndërtojnë komplote. Ndërtojnë komplotesh, po. Kurse konspiracionista janë ata që merren me zbërthimin e këtyreve. Ata merren me konspiracionin, kurse konspiracionistat domethënë janë ata që i kapin këto mesazhe të këtyreve se si punojnë, edhe i zbërthejnë. Edhe nëse është njëri i ndërgjegjshëm, që se ruan vetëm për veten e vet, që të ruaj vetëm veten e vet, ja thot vetë të tjerëve, siç jemi duke bën këto momente tani. Po thoje? Për këta gjadrit. Po kaloj diku tjetër për sa i përket asaj se çka do të ndodhi këtu. Këtu do ketë kështu një që thash që është konspiracion. Më vjen keq që po e them, po këtu do ndodhi një 97 nëmër 2. Po nuk do jetë më e egër sa e para. Do ndodhi fatkeqësisht. Nuk do kemi, duke se këtë kemi thënë te emisioni parë fare në lidhje me luftën e tretë. Nuk do kemi këtu neve që zona godas në një shtet i huaj neve. S'do kemi konflikt me një vend tjetër. Këtu neve do i bim njëri tjetrit. Do shofësh ti këtu. Po kjo ka filluar, Ka filluar edhe përçarje që thon pse ka ardhur ai nga veriu këtu, jo po ai Malogu ç'do do këtu, jo po ai tjetri ç'do do atje, ata kemi përtypur deri diku. Edhe më thënë nuk jo po theksohet më shumë, po theksohet më shumë. Sidomos tani me përballjen që ka Rama me Berishën, thonë pse prapat e Malogut të marrim ne, prapat e Malogut. Lidhen kështu me lidhen po me çështje krahinore. Po. Po pse edhe do ndikoj deri diku. Ç'a do ndodhi? Kur do ndodhi? Nga se lidhesh? Nuk e kuptoj. Kam për ta bërë këta krerët e partisë.
do krijojnë kështu skena gjëra, domethënë sikur shife u kap, u hoqe drejta këtij, të burgosëm. Një tentativë e tillë ishte ajo që ndodhi dhe me Salen, domethënë sikur e futën kafas tani atë burgim me shtëpi që i dilte, edhe dilën nga balkoni ai dhe fliste. Aty tani këta prisin që të bëshë një iritim i popullit që beson tek ai. Po. Që të kishte trazira, të çoheshin, bëheshin protesta të fuqishme, të dignin, të shkatronin, po nuk i eci. Edhe ajo përpjekja që po bëshin aty te para bashkisë, domethënë që diqnin goma, që bëshin kështu, ditën e një nga këta të PD-s aty vit parë, sikur hypte aty bënda këta të fortë, bodi Skënderbe, që ti ngranonte popullin që ishte aty poshtë. Domethënë tentojnë, nuk i ka dalë gjë deri tani. Po mirë, deri tani si ka dalë. Kjo kanë qenë këto tentativat her pas here. Po pse ke bindje që do të ndodhi kjo në 97 dhe më e egër se në 97, më e frikshme? Po tani ta them me parandjej nuk qëndron, po e shikoj që aty po shkon. Mbaz logjike. Mbaz logjikës. Aty po shkon ti, Alin. Se ti e beson që do të ndodhi thua? Do ndodhi patjetër. E di që do ndodhi, këtu do kemi një uri, do biri uri e madhe këtu në këtë vend. Do vujmë për bukë. Ato bukën që e shikojmë në një rrugës, ose nëni sa veta ka për të vrarë për një copë buke. Çfarë thua? Për një kore buke atje që ne. Për një bukë thate? Po, hajmë gjysmë byreku neve ose gjysmë edhe hedhim në një copë pice atje rrugës, pa qenë gjë. Vetëm për një copë pice atje ka për të vrarë njerëzit. Për një kore buke. 10 veta do vritën për një kore buke. A lajë që dyqanet do plaçiten komplet tjerë. Do bëhet, çfarë do bëhet këtu më shoku. Kur më pas sa vitesh po ndodhi kjo? Nuk po diskutohet më mbas sa vitesh, po diskutohet punë muajsh tashmë. Punë muajsh. Ne po shkojmë, po afro lufta 3 tani nëse keni kuptuar apo jo. Nuk ka negociata, mos mendoni se kanë për të zgjidhur çështjet këta me kollare, këto presidentë mëdhenj, këta bjondat edhe këta që janë zgjedh tani. Do shpërthej gjë e madhe tani. Jemi shumë afër. Do zhytet bota në kaos komplet. Kjo është plani B i atyreve, i atyre të këqijve. Po. Plani A është digitalizimi, po nuk do ndodhi kjo, do ndërpritet kjo. Sepse ka për të ndaluar lufta. Edhe këtu tani do qarkullojnë njerëzit si me grupe valla, 30, 50, do marshojnë aty me armë, me gjona. Sa ato armat që u vodhen atëherë kur hapën depot akoma i kanë për shpira këta. Të kujton ti, pse nuk janë sekuestruar akoma ato? U bën një përpjekje në fillim, gjëja për të mbledhur këto armat, por nuk arritën. Akoma i kanë njerëzit të armatosur i ke. Nuk e di, po presin një moment caktuar domethënë që ndodhi ajo gjë. Po kur të vi momenti që do rrezikoj jeta e fëmijës tyre për çapën e bukës, aty do shohë çaj gërësire do shpërthej në rrugë. Fatkeqësisht ka përtar kjo moment, kjo ditë. Lum ata që kanë shpira në përfshatra, që kanë një tokë që e mbjellin, se jo më kot i mbyllën mundësitë në përfshatra dhe në për male andej, që të përqendroheshin njerëzit në për kryeqytete kryesisht, që të menaxhojnë me kollaj, që të na zhdëpin me kollaj, na kenë më të kontrollueshëm. Këtu do bëhet kaos, si Tirana ka për të bërë, nuk zota imagjinoj, se kur imagjinoj trembe vërtet. Trembesh? Do jetë e frikshme. Luftë civile më burr. E di çfarë do të thotë luftë civile. Është e frikshme lufta civile, të vriten vëllezërit me njëri tjetrin. Deri aty ka për na çon këto politika që ju i besoni. Mos i besoni politikave, hiqni dorë që andej. Na mbajnë të përçar, na duan të jemi të egërsuar që të kemi inat me njëri tjetrin, unë njëra palë të djathës se kemi inat palën tjetër të majtës dhe anasjelltas, hiqini dorë, nuk e do askush mirën tonë. Harrojeni. O popull, kjo është thirrja ime, o popull jemi vetëm. Zoti dhe ne. Harrojeni këta të tjerët, të vjetër dhe të rinj. Hiqini dorë nga ata. Kur do kuptoni? Kur të kuptoni që të hiqni dorë nga politika, atëherë kemi bërë një hap përpara. Se më doli gjë ky frymëzim tani. Jo, shumë mirë. Unë po dëgjoj me shumë vëmendje dhe kjo duket që është tamam ajo që ne kemi thënë, unë e kam thënë se e besoj se është diçka që është e brendshme. Është e brendshme joti dhe është për të vlerësuar dhe falenderuar për ato siç ka po jep për te pjesës kohës edhe thirrjes që e ke. Realisht shqiptarët dhe njerëz që janë këtu në Shqipëri po e shohin, ndoshta një pjesë mund të jetë e vogël, një pjesë që ne e kemi mbyllur atë perë dhe nuk i shohim se si po vuajnë një pjesë e shqiptarëve, këtë që po thua ti
ndoshta një pjesë prej tyre janë duke përjetuar në këto momente. Po. Por Është kur tani- bëhet masive pastaj aty do themi ku jemi. Por ne duke harruar, duke mos e kthyer kokën tek ai që po e vuan sot, s'na bën përshtypje. Por kjo që po thua ti do të ndodhi në mënyrë masive në Shqipëri. Po. A mos është edhe 7501 një nga ato ligjet që është ndërtuar Kastilan për të krijuar përçarjen familje shqiptare? Ajo është një nga mënyrat e reja që shpik her pas here ata në përzyra atje që komandojnë këtë vend për të plaçkitur pronat e njerëzve. Hajdutëri është ajo. Për te pjesë hajdutërisë, por ata kanë krijuar përçarje nëpër familje, vetëm që ne mos merremi në atë se çka po na bëjnë ta. Po, ata e kanë të përhershme ata. Atë punën e shpërqendrimit. Merru me këtë se ky është problemi dhe mos i shiko ato tjerat. Është kjo një nga ato taktikat. Shpërqendruese quhet. Por gjithsesi unë do ta quaj veten, jo vetëm për shqiptarët, do t'i quaj me fat që kanë një rubrikë në televizionin Klan tek e diela shqiptare Shihim në gjyq dhe një zonjë të nderuar siç është Eni Çobani që ka arritur një përqindje shumë të madhe të problemeve shqiptarëve që i ka zgjidhur. Kush i zgjidh ajo problemet? Po. Ashtu thotë, ashtu ka kaluar ideja. Shumë shqiptar shkojnë, vazhdojnë të gjejnë zgjidhje tek Eni Çobani dhe Shihim në gjyq. Dakor, ndoshta ajo i zgjidh ato probleme, nuk e di, edhe e bën. Po pse është nevoja, domethënë që ajo zgjidhja të ndodhi domethënë live. Para publikut, para një Shqipërie të tërë, të gjithë besoj se shohin atë. Unë uroj mos a shohë asnjëri, po kam përshtypjen se shumë janë. E shohin shumë, edhe shumë nga ata shkojnë gjën zgjidhje atje. Ta them me bindje këtë që kam edhe raste konkrete që më kanë marrë në telefon, më kanë thënë ku ndodhet zyra, ku është, duhet shkoj të marr pjesë. E nëse, mu më duket, ajo siç ta thash, edhe mund ta bëj atë gjë, po mund ta kishte bërë dhe mirë dhe bukur. Do të ketë zyrën e vet ajo, apo zyra është ajo studio atje. Jo, ka dhe zyrë. E Arditit. Ka dhe zyrë. Ka zyrën e vet apo? Ajo çka bëhet live aty, ka dhe zyrë pra që bën takime paraprake, 1, 2, 3 disa që. Po pse bën publike ajo që ti bëj reklam zyrës? Se mu nuk më duket normale domethënë që ajo zgjidhje e hallëve të njerëzve të bëhet domethënë para 2 milion njerëzve. Domethënë kur e shikoj këtë skenë automatikisht më shkon mendja domethënë që aty po vërtet i ke ardhur këtu për të zgjidhur atë problemi që ke, po njëkohësisht po japin edhe një spektakël popullit që ka çik qef të shohin ai grindje, ai sherr, ça halli ka tjetri, ai kurioziteti, Mbarojmë ne për këtë. Shohim atë. Po, jemi kurioz ça halli ka, domethënë ça i ka ndodhur, si do e shaj, si do acarohet kur dalin nga i kafazi atje dhe do afrohet kapet me thonjë. Edhe pastaj dalin ato çunat gjoj aty, ato çunat aty që duan që ti ndajnë aty ata, kur e bëjnë ata ato skenën, po vrapone që të arrisit që mos shkojnë ai grusht në fytyrë atje dhe ky do e shpatoj ky se doli me vrap nga që është gati kështu ai në startim që të culet. Ti mendon se kjo bëhet kastile për të krijuar më shumë show, hilaritet? Ajo është show komplet. Se von dyshim fare, por. Një skenë pjesharake komplet domethënë me në qendër Enin aty që do vendosi ato rregullat me një të folme kështu prek 10 kardinalësh aty, ajo shiko atje, zonjën e nderuar, thot ajo gjoja atje, sikur po e nderon, po se është kamera përpara, prandaj po fleta shumë bukur, se nuk është ajo që sjellshme në realitet. Thjesht ajo atje, ai emision është për teleshikueshmëri. Që njerëzit koordinojnë kanalet e televizorit të tyre tek ai emision, tek ai kanal. Kaq. Për pra ti nuk e shes si zgjidhje të problemeve që kanë shqiptarët sot. Jo, nëse do ta zgjidhi, le të shkojnë personalisht te zyra e saj, pa e marrë vesh njëri, pse do ta marrë vesh bota? Pse duhet bëj sehir bota? Kujt hyn punë, domethënë ça aty, e di si është bërë ajo? Është bërë kështu si një rubrikë argëtimi. Roma e lash dikur përdorte këto, kishte atë Koloseun atje, edhe përdorte që të argëtoshin këta pasanikët, i lëshoshin brenda aty në Kolose edhe pastaj lëshoshin të krishterët e asaj kohe, të parë tanë,
Edhe lëshoshin pasaj luanët, edhe i shyeshin atyre ato live, ato një herë ndodhte, nuk është si film ato që vriten aty dhe aktori merr përsipër një film tjetër dhe e shikon prapë gjallë. Aty një herë vriteshin ata. Sot nga që bota ka përparuar, kanë mjete pafund argëtimi. Një nga këto është kjo shihemi në gjyq, që vetëm gjyqe nuk shihen atje, se shihen para kamerave dhe nëpërmjet kamerave shihen nga gjithë bota shqiptare. Prandaj thotë ajo, përshëndesim shqiptarët në Filipinë, në Singapur, në Tajland, ku dëgjona, në Griland, apo s'ka shqiptar atje. Do shkoj atje, përshëndetje dhe atarës tjetër, mos haro. T'jesh mrena. Po për shqiptarë, një thirrje ndoshta të thjeshtë për ata që e besojnë verbërisht të gjë dhe mendojnë se do të zgjidhin problemet e tyre tek. Po le ta besojnë valla. Ato çfarë po besojnë? Çfarë nuk po besojnë? Le ta besojnë tek këta. Okej. Një plus është. Nga pa fund njerëz që kanë hallë këtë vend, ajo zgjini 2%. Wow. Emi. Organizo, hap më shumë zyra, mos mba vetëm ato zyrën tënde atje, meqense jeni kaq dashamirës se i doni kaq shumë njerëzit, financoni aty se klani ka pafund lek, të thym brinjët, edhe hapni sa më shumë zyra, sa më shumë eni aty, edhe që ndihmojnë më shumë përqindje e njerëzve që kanë hall. Ti aty po i bë reklam vetes, edhe po i ofron spektakël njerëzve atje që janë çik kurioz të shohin ç'a bëhet me shtykon e të dielës që janë në shtëpi. Se japet edhe një orar që janë nëpër shtëpi, njerëzit janë i ke aty të qetësuar atje me pultin këtu. Realisht është një nga rubrikat dhe emisionet më të ndjekur në Shqipëri, ëh. Po mirë që ka bum shikueshmërie, por e thellë di që ne vuajmë pak për atë pjesën që dim më shumë për tjetrin, të shohim tjetrin në situata. Dikur vendosin gotën aty te faqja murit, po dëgjon e llaf çfarë po thot ajo tetoja nga krau tjetër, tani më mbrapa vendosën syrin magjik te dera dhe tani shohim kush hyn e del aty. Tani na i siguron këta dashamirëse të mëdhenj që tani shive e keni kështu valla, hap tash fare, shive. Me një buton. E shekollaj fare. Po, vetëm madje vinë edhe vetë ata njerëzit vinë të tregojmë ne Po, dhe ka radhë aty, janë kështu ata presin, japin, vendosin kandidatura ato, do të thonë vjen. Është historia më e bukur, më e fortë, ajo që e çon lart fare. Po. Shikueshmërinë. Edhe po pati kështu në një sharje, në një heqin rrip agresivitet aty. Që boj ku ti thu ti ashtu ta tregojnë ti, dikush jam unë e këto me radhë atje. Po pati kështu grindjes, kështu gjonash atje. Në fund fare, këta dy dashamirësit aty që janë kështu kokë në kokë aty me një. Fjala magjike, Sot pati sukses emisioni, shive sa shkujtë teleshikueshmëria, sa meme kanë për dalë çeknej tani. Tallje me ndere me paramendimesh aty. Estrada, kabaret. Vetëm viktima janë ata, dy palët kundërshtarë që i kenë për ato dy kafazet majtas djathtas. Ata janë vetëm viktimat. Ata njerëz që shkojnë vërtet për të zgjidhur hallën e tyre, por bëhen gazi botës. Njëkohësisht. Pra kanë krijuar problemin, kanë krijuar dhe mos zgjidhjen e problemit duke shitur si zgjidhje e problemi për tu rrënjosur më fort. Edhe mundësisht po pati shumë teleshikueshmëri njëri rast, i bëjnë thirrje prapë atyre, shikoj se na duhet edhe një seancë e dytë, se ajo e para nuk pati shumë kështu. Nxjerrën një klesh, nuk e çojnë deri në që të kalojmë te seria e dytë. Sepse ka edhe me dy seri, kaluan me dy seri. Ka pas raste atje që janë ftuar për herë të tretë. Zonja Ervehe ka qenë njëra atëherë për punë brekësh e gjërash, atë kanë qenë fillim fare, kanë qenë me sajesa këto. Ajo Ervehe. Kanë qenë me sajesa këto, me personazhe që i jepshin para. Ashtu Po. Pastaj njerëzit e filluan e besuan këtë që jeni ose shihem në gjyq dhe kjo rubrikë Ardi Xhebreja, këta klani domethënë. Zgjidhin realisht problemet e shqiptarëve dhe shkuan direkt masivisht shqiptarët trokit e dera. Pa duhet i çik se fillimi gjithmonë i vështirë. Fillim fare kanë qenë kështu historira, gjëra, skenare të papara që njerëzit i dëgjonin dhe sillnin formën më të mirë, më të besueshme. E ka këtë fuqi media, e ka këtë. Tani ka arritur edhe atë që populli është pak i dobët domethënë edhe për sa i përket edhe pjesës e shikoj me çfarë ushqen njerëzit e burr. Me budalliqe me burr, me Big Brothera, me përkputhet, me rrihemi në gjyq, me lloj sorollojesh. Mbrëm për shembull ishte Shqipëria Andorra. 3-0, më në fund fitoi Shqipëria. E dia unë, gjithmonë këtu neve fitojmë këtu. Kur luhet këtu brenda. Po më bëri shumë përshtypje se atje kishin shkuar shumë shqiptarë që shihnin ndeshjen, biletat kishin qenë edhe falas. Po pra vazhdoshin shashin Armando Dukën, presidentin e FSHF-s nga Motra.
Po tani shiko, po këto ndeshjet nuk janë thjesht nga që janë sport dashës. Atje shkojnë atje për të shpërthyer çika burr. Po nuk shajten çik, po nuk e nxorën çik atë dufin atje s'ka kuptim. Po të japi tjetër bileta më fale se tash nga motra nuk më shkon, nuk më lidhen gjërat. Po tifoz liku lidhet edhe çik edhe me gangster likun, kupton? Duhet të ketë edhe çik element kështu rebeli domethënë. Fanatiku, ato gjonat, shallat e kuqezia atje, sigurie në i çlirus, në i gjojeje. Kupton? Kur vjen pastaj puna për një të mirë të përbashkët, po nuk i shikon aq të bashkuar atje edhe aq të zellshëm dhe të zjarrt. Pa, është edhe futbolli, le të themi, një formë kamufluese për të tërhequr vëmendjen nga ajo se çka është në realitet. Po sigurisht. Atë e ke kështu në vit parë biles. Që rëndësi ka dhe futbollit. Po, në botë. Që më çfarë rrogash marrin futbollistat më burr, me tik petlla. Truri, flasim çik kështu. Domethënë, është po i bëjnë aq shumë reklam që ty të jepet ajo përshtypja që kjo është vërtet diçka me vlerë. Duhet bësh pjesë e saj, ta shikosh, ta ndjekësh. Prap një kanalizim, prap një lloj karemi që të ofron ky sistemi. Futbolli është super gjetje karemi që të mbaj ty të zënë, të okupuar aty. Mos mendosh diçka tjetër. Domethënë, ja kanë mbushur 24 orë njeriu vetëm kur flen, aty nuk kanë çfarë të bëjnë. Po edhe aty duhet me u fut njerëzve. Edhe aty do hajnë. Edhe kur flen duhet me u fut. Po, pa atë duhet ta bëjnë me anë të çipit, që do e sjelli qeveria e re e Trumpit. Po, si mund të ndikojnë ato kur ti flen nëpërmjet çipit? Çfarë mund të bëjnë aty? Të lexojnë mendimet. Shohin çfarë ndëron më burr. Çfarë thumur? Po më. Ore, diku ka arritur teknologjia po të them, ta thashë një herë. Këto iPhone-at 15, 16 që i ndjekit gjithë me përkushtim të madh, se au thotë që 16 ka më shumë se 15. Këto janë antikitet. Është 50 vjet përpara teknologjia. Do ta shikoni ku ka arritur teknologjia. Shikoni filmat e sektorit ku thot fantastiko shkencor. Aty ke teknologjinë në kohë reale ku ka arritur. Se ato do jenë vërteta nesër thotë ato që ndodhen aty në unë si shofar këto fantastiko shkencore. Shif këto Marvel Heroes për shembull. Se do ndodhin këto për shembull ato që shohim ne sot film? Jo do të ndodhin, ato janë duke ndodhur. Janë duke ndodhur. Shifet ti atë për shembull uniformën se ka lum çik kështu tash. Shifet çik atë. Jo është fanta reale. Shiko atë uniformën e Iron Man-it për shembull. Ja bën një double click ai këtu te kararo një paf edhe fillan hapet uniforma komplet. Teknologjia nanobot. Grimca metalike të vogla që formohen aty edhe ti ke aty mrena qarqe kompjuterike, programe, memorie, rame. Po jo si ke Goku atëherë që hidhte ai atë kapsulën u bonte shtëpi për shembull kështu. Do ndodhe? Po. Do të thënë ti shikoj, si ka qenë kompjuteri më i madh në fillim? Ka qenë sa është kjo dhoma këtu ka ambienti këtu. Po, e vërtetë është. Edhe sa vinte dhe u zvoglonte. Erdhëm te ky këtu. Ka dhe më të vogël se ky. Më të vogël, po. Deri të zvoglojnë, derisa të futet çipi më këtu. Te kjo pjesa e butë. Se aty do e vendosin çipin. Po, se i duhet të karikohet me 1 watt ngrohtësi. Edhe krahu i djathtë i njeriu, kjo për ata që kanë bërë anatomi, unë s'kam po kam kërkuar vet, është pak më i ngrohtë se krahu i majt. Edhe i duhet të karikohet me 1 watt që të jetë aktiv. Edhe aty pastaj shohin ato edhe kur je duke fjetur se çfarë duke bërë. Si do karikohet këtu? Nëpërmjet energjisë që ka trupi, me 1 watt. Me 1 watt. Pra këtu është pjesa që ka vetëm 1 watt, po pjesa tjetër sa ka? Jo, thjesht i duhet temperatura të jetë 1 watt, i mjafton që të jetë aktiv. Qartë. Gjithmonë krahu i djathtë është të jetë ndezur çipi domethënë. Po, gjithkohë. Ti je online. Ajo online që thon sot. Si mund të fiket ky çipi apo do ta lëm për herë tjetër? Si ta fikësh atë zota pranosh ta bësh. Ajo është 3-6 që thot zbulesa, vula. Po se pranove si? Aty je jashtë sistemit pastaj. Po si do aty do vush. Tani shiko, ata njerëz që do e marrin çipin, ata janë të vulosur, do marrin vulën e djallit, ajo është 3-6. E qartë. Por si do bësh ti, si do pranosh që mos se pranosh domethënë, si do bësh kompromisin? Do të vrasin, do ku diun, do të gjejmë formën. Po, aty do kesh aty si do shkoj deri aty, e form takse edhe ajo, po jo. Aty merr fund pastaj. O do jetosh edhe disa vite. Si do rezistosh domethënë? O do bashkohesh me këtë sistem, edhe do jetosh edhe disa vite jetë, e do shkosh në ferr pastaj, ose do e refuzosh, mos ta pranosh,
do heqësh të zinte e ullinit, mund të vdesësh pastaj për punë muajsh nga uria dhe këto gjënash, po do shkosh paraj s'paktën. E qartë. Prandaj njerëzit duhet të kanalizohen te çështja e besimit. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Këtu insiston më shumë ai tjetri. Që njerëzit të largohen nga besimi nga Zoti, që se po nuk patë Zot, njeriu jeton vazhdimisht në frikë. Frika është ati tjetrit, që futi frikën me atë plandemin. Frikë, gjitha ne frikë. Ai ja futi frikën, ai ishte nga mbrapa kësaj. Edhe ti bllokohesh fare, do më thush, hajde ma jep zgjidhjen se tani unë po mbytem. Po, kjo ndodhi për të bërë një paralelizëm edhe me kohën e vaksinave të Covidit. Kishte një pjesë shqiptarëve, edhe në botë, kishte një pjesë njerëzve që nuk e bën, një pjesë që e bën. Pra, u tërhoq kjo, kaluam se iku Covidi, nuk e di se kush e mori. Dhe tani në rastin konkret të çipit, ai do të vazhdojë, do të jetë këmbgulja përderisa është më e rëndësishme se sa vaksinat apo çipi. Është ajo që është. Ajo është finalja. 3-6 që thedi. Aty është fund. Edhe me çipin, edhe me vaksinën ka gjëra brenda. Po. Që edhe këto mund të flasim një tjetër. Me çipin ato e duan që çdo kush ta bëjnë në botë apo jo. Po i kanë bërë gati që tani. Je kanë bërë gati 10 miliard cop. 10 miliard çipa. Po 10 miliard, se kanë llogaritur domethënë që kur të filloj ky lançimi që ti fillojnë ti vulosin, do bëhet me shiringa ajo. Është sa kokra orizit, sa gjysmë e kokës orizit. Po, ku do bëhet shiringa? Do bëhet direkt këtu. Shikoj ç'as zvoglimi kanë bërë ku e kanë çu. Sa kokra orizit. Dhe bëhet me shiring, po, dhe sa kalon ajo maja hunda e shiringës, kalon nëpërmjet asaj kalon në trup pastaj, te kjo pjesa këtu. E kanë bërë gati 10 miliard deri tani, duke llogaritur domethënë që të jenë brenda. Se po shkojnë njerëzia aq. Tani jemi 8.2, 8.3 jemi tani. 8.3 miliard, Po, u çum prap se ishim 8. Jemi çum prap. Sado po luftojnë ta që ta ulin. Pse luftojnë ta ulin? Nëse kemi diskutuar këtë. Por si do na e shesin ne këtë punën e çipit? Si do ketë njerëz që do shkojnë me vrap, që do ta bëjnë apo jo? Siç po e bëjnë dhe tani me gjëra të tjera. Siç e thanë, do të thonë njerëz duhet kuptojnë dhe kjo pjesa. Siç funksionon puna e pandemisë, ashtu kanë përcjellur dhe punën e çipit. Do bëhet më horror që do të thotë një problem shumë i madh që do të vinë zgjidhja me çipin. Po. Ajo do ju shëroj juve, nuk do plakeni shpejt. Ato burra me vrap. Sëmundjet që do keni do 1 milion euro të bëj ajo do e bën njerëzit. Një çip për shembull, mi vendosur një kosto, po të vendosur ato, prap shqiptarët. Do mbot njerëzit do të shkojnë me vrap që kush ta marrë pari, çfarë. Po. Do e sillen ashtu siç e sotën me atë certifikatën e vaksinimit. Falë se duhet jo vetëm për ty se ti e kupton këtë që po them, por për gjithë që në ndjekin është gjitha një satirë për sa i përket pjesës me lidhje me atë që the ti, për sa i përket besimit që do kenë ai besim të ulët një pjesë, saqë momenti që ato do ta shfaqin këtë gjë, do të hidhen ndoshta në ankande, kush do të hedhë më shumë lekë për ta pasur çipin për të shpëtuar, se do ta besojnë aq shumë dhe aq thjesht ato që çfarë i thonë para, do shkojnë ta përqafojnë me vrap. Ndërkohë që do të jenë din ata si të ndërtojnë atë idenë shpërtim prurse dhe kjo është zgjidhja, problemi, zgjidhja i njëjti nga pas prap. Siç ndodhi me atë certifikatën e vaksinimit atje. Pa atë nuk do merrni rrogën, nuk do futeni në salla që të jepni provime, nuk do merrni pensionin, bllokim gjithandej. Çfarë do bësh ti? Nuk do mund të udhëtosh, domethënë ku të prekin këta? Te nevojat e tua. Aty ku ti ke nevojë, aty pikërisht ato ti kapin, ti marrin, e do thotë, i do prap mbrapç? Po do thosh ti se unë jam mësuar, ke kriju varësi me ato. Merre këtu një herë, aty, edhe pastaj ti ktheu këto të tjerat. Ky është kurthi. Pra do të jetë taksative. Taksative. Dhe unë duhet të kaloj pak tani për sa i përket taksave, tatimet dhe jo më gjoba. Jo më gjoba. Po them të kundërtën. Tjetër super biznes kjo puna e gjobave. Vetëm për lekë valla, po na është gri nga lekët, vetëm lekë burr. Po i mendoni çik, veni çik punë këtë këtu valla, jo vetëm këtë këtu. Atë çmenet. Çambon, pirri menjes. Si po gjet tu shtu zerot nëpër bankët e Zvicrës apo avali çik. Po pse nisë? Atje është duken fare atje kërkon njëri llogari nga i grabite. Kupton? Kjo puna e gjobës tani. Tani futen, disa makina futen në Shqipëri në ditë. Rreth 200 makina futen çdo ditë. Nga dogana thua? Që futen, po, nga dogana. Që blihen.
makinat e reja, domethënë që dalin pastaj nëpër dyqane. Po, apo që blihen, që janë të blera, që futen si të blera, jo Po, për makinat doganën, reja. nuk thua për doganën që vinë si vizitor. Jo, Thua makina që 0 blihen. kilometër Po, që vinë të reja nga fabrika. Po. Për të shitur. Po. Futën 200 ditë. makina në ditë, rreth 200 makina. Se ku e lexova, jo, e dëgjova diku këtë. Edhe tha që edhe tani, ku do shkojnë gjithë këto makina më valla? Ku do parkojnë këto? Tani është kthyer dhe këto vendet, ambientet e parkimit janë kthyer në super biznes burr. Kush ka tani një ambient kështu që parkojnë makinat, ai bo bafund leka i tipi atje burr. Shto zero të lej. Ça është ka nevojë 20 parkojnë makina, ku do i çojnë? Edhe ç'a bën tani? Ku të gjej? Futen këta të bashkisë tani në Porrugica, aty si skiftera dyshe. Po. Vap gjop atje. Çarçafin me vete? E di si e kanë ata, e kanë kështu me bloqe, me katrore, domethënë e kanë hartën ato aty, dhe thonë, këtë javë do i bim kësaj zonës këtu, thot ai. Bam, bam, bam. Pra ne nuk shikon për ditë gjoba, se kanë shkuar ajo zona tjetër tani ata. Se ti ngure mu gjop, unë prapë aty kam vënë makinën, pse s'mora gjop tani prapë këtu, për të njëjtin vend. Po se kanë kaluar ne nga krau tjetër tani aty, që mos bëhet bajate. Edhe po i marrin 1 lek njerëz, po mirë, më jep ti zgjidhjen ti se unë do bindem si qytetari mirë që jam, e do e parkoj atje ku do më caktosh. Ma siguro ti mu. Unë nuk është se ma sigurove ti dhe unë po rebeloj, jo po tregojmë kokë fort. Kupton? I lejojnë të futen gjithë makinat, të bëhet ai lëmshi dhe ajo kaosi, ajo problemi i parkimit, edhe i shpërndan ato gjoba që me qenë facoleta. Aty. Edhe siç tha njëri i policë atje, që do ndërtojmë shkolla, tha. Pa. Do ndërtojmë institucione, tha. Direkt. Çfarë me gjobat tona do ndërtoj shkollë, pse kështu bëhet ajo? Edhe i përgjigj mirë ky qytetari. Me taksat që ju na merrni neve, ndërtohen ato gjëra, jo me po gjoba. çfarë i paguajmë ne ato? Ku është kuptimi pastaj? Po jo këtu. Tu po kaloni në nivel tjetër valla, këtu është grabitje e ligjshme. Kupton? Unë i thash një polici isha vet. I thash, "O shoku, çfarë do bëj atje valla? Pse ja vën gjobën atij tjetrit atje?" Se ka një shprehje tani, domethënë kushdo që ja bën këtë vretje, i kanë thënë ata atje te qendra që do thoni këtë përgjigje, do jepni këtë përgjigje. Shkoan kohë atje. Jo, tha një gjë kështu të bukur. Pse pse je vën gjobën atij tipit atje? Nuk është rezident. Po. E ku e diti që nuk është rezident ai? Për ata që se di rezident, më thënë banori i asaj lagjes aty poshtë pallatit. Do të kesh çip kështu një letër njoftim apo ku diun Një lëvizërim. një Disa e kanë atë. Po nuk e kanë të gjithë atë gjë. Edhe ai tipi është banor atje, ka 2-3 breza. Nuk është rezident. Po ku e diti që s'është rezident valla? I futet ku si, prandaj do më fut këto digitalizime, këto çipra këto gjonat që ti din gjithçka pastaj. S'ka ku lum më pastaj aty. Prandaj s'do ta pranojmë atë gjë. Nuk do ta pranoj. Edhe kur i thash unë një rasti tjetër, po ti pse e bën këtë gjë? Pyetja më e poshtër, përgjigjja më e poshtër që po jepet sot nga shumë njerëz. Ç'to duhet ty? Mu më duhet se jam qytetari i ndërgjegjësuar i të vendit këtu, siç ja bëre atit mund ta bësh mua nesër pas nesër. Po je gabim. Prandaj, Je gabim. ja ç'më duhet mua? Ç'to duhet ty makina jote thoshte? Kupton? Del një që është jo indiferent, jo akull atje, dhe thon jo, do të bësh ti akull, do të bësh indiferent çip punën tate. Edhe dalim te ajo pjesa e fillimit të bisedës. Si krijohet uniteti dhe bashkimi pastaj kur këto po na ushqejnë vazhdimisht në përçarjen, çip punën tate. Kjo ndoshta ndon nga që toka është e sheshtë. Toka shesht. Po shiko, toka po t'ishte e shesh, do kishte besoj shumë vende parkimi, por. Do kishte shumë vende parkimi. Do të kishte më shumë, do të kishte më shumë hapësirë, nuk do kishin këto problemet. Po, do kishte më perimetër gjerë. Pyetja është se ne kemi thënë që herën tjetër dhe ka ardhur një nga si pyetje edhe nga ata që na kanë shkruar. Tani toka që ta ndajmë herë mirë tani se ka pasur edhe shumë emisione, ka shumë diskutime, çfarë s'është thënë domethënë. Toka është e sheshtë apo vezake, rrumullakët, katrore, kuboide, çfarë forme ka valla? Shiko, si vjen apo vjen e para punës çdo forme që të ketë nuk na intereson fare. Ta kapim nga kjo si fillim. Do themi çfarë forme ka. Po edhe sikur të jetë veç mos na thonë ju na habisesh fare. Po le të jetë cilindrike, nuk na intereson fare më çfarë forme ka, burr, ai jetojmë përkohshëm jemi, do ikim një ditë,
Tjetër është qëllimi jon këtu në këtë botë. Po ti kem ta dimë edhe çfarë forma ka qenë ajo veni ku kemi nejt. Megjithatë që të marrim i përgjigje se çfarë forme ka, nuk është e shesh toka. E shesh është për ata që është bërë truri shesh. Si s'është e sheshtë? Tani, të lutem shumë. Jo, pse është rrumullak? Çfarë forme është? Toka është siç është puna e kokës. Koka. Është vezake, siç është koka është edhe toka. Është vezake, pra. Është vezake. Sepse po japim një shembull se çive çka kam përgatitur për ju, aq shumë ju dua. E them se kjo këtu është toka, a? Prandaj e mora këtë. I molli. E them se kjo është toka, sipas atyreve që thonë që është toka e sheshtë. Shive ç'a ndodh tani. Nëse toka do ishte e sheshtë, këtë argument që po ju them tani, përdorini për kur të vi biseda në për kafe, edhe që ta kokës. Jo, shmangin një vëdhunën, se kemi ata tjere që po na shtyn drejt asaj një ditë. Po t'ishte toka e sheshtë, atëherë i binde që do kishim 24 orë dritë, diell, pa pushim, s'do kishte natë. Shive, ja tani e them se është ajo poçi që po ndryshon mu këtu, e them se është dielli. Okej. Kjo është toka jonë e dashur me ngjyrë blu. Sa toka ngjyrë blu, a? Ashtu e Po kena. toka vetë është ngjyrë kafe, për shembull. Toka. Po. Po nëse po ta shohësh nga larg, domethënë dominon më shumë bluja sepse përbët më shumë nga oqeani. Po. Siç është trupi jon që është 70% ujë, po ashtu është toka 70% ujë. Tani, po t'ishte toka e sheshtë, do ishim non stop vetëm diell. Dritë diell. Siç është tani kjo, e shikoni. Tani, fakti që nuk është kështu, po është vezake, do të thotë që kemi këtë ndarjen e ditës. Dielli që ka kaluar një pozicion tjetër të hemisferës së tjetër. Po, kjo na e përforcon domethënë që toka është vezake, sepse i kemi të dyja gjendjet, kemi dhe ditën, kemi dhe natën. Kemi dhe dritën, kemi dhe errësirën. Se toka është e lëvizshme, dielli nuk është i lëvizshëm. Toka për shembull, tani në Amerikë sa ka lind dielli domethënë. Po. Toka për 24 orë siç e llogarisim neve ka bërë një rreth të plot rreth diellit. Toka ecën me shpejtësi maramense, me qindra kilometra në sekond. Në sekond lëvizje. Ma e shikse mëzuni. Po, shkojmë direkt për kene qesat. Bari qesat me vete. Shpejtësi maramense po lëviz aq shumë shpejt sa që neve nuk e dallojmë fare, sikur është statike domethënë. Brenda 24 orësh ka bërë një rreth të plot. Kur bën gjysmën e rrugës 12 orë, do të thotë që toka dielli ndriçon vetëm një pjesë të tokës, pra gjysmën e vezës. Që është Amerika, neve tani jemi të kjo pjesa që kap dielli tani. Jemi akoma të ajo xhira që është duke bërë, që e shef dielli. Pra, që ta themi edhe më konkretisht, tani është ora 2. Jemi që po regjistrohet edhe kjo biseda, që ky bësh bisedime me Aleksin, është ora 2 drekës pra. Ndërkohë që në Amerikë tani mund të jetë ora 8. Duke aguar është. Duke aguar, pra sa po shkon dielli, pra po bën atë, po bën mbyllje duke ne deri diku dhe po shkon drejt të perëndimit në Amerikë pra. Nga kjo dhe që është sferike. Sepse i kemi dhe ditën, kemi dhe natën. Nuk është e sheshtë, sepse do kishim non stop vetëm diell dhe të sirë do ishte poç. Dhe po të ishte non stop diell, do kishte bota vetëm njerëz mirë pastaj. Se dielli normalisht çfarë do ishin çmend gjithë. Do ishin shkallur gjithë. Unë atë them, mirë që është nata, që qetësojnë njerëzit edhe flejnë, që t'i vinë çik truti, jenë të freskët nesër mëngjes, se po mos të ishte edhe nata, ai gjumi i shtratit i ëmbël atje, do kishim shkallur gjithë. Syt këtu Po thonë që vitamina D për shembull dielli e këto bëjnë mirë. Dakor, po edhe D-ja çdo gjë me karar dhe ajo. Këmu mos ta digi fare. Meqense jemi tek njerëzit e mirë. Dhe ka disa pyetje që kanë bëjnë po me të njëjtën pyetje, po me të njëjtën linjë mendimi le të themi, ose interes që shfaqin, të cilët i falenderojmë dhe ju shtojmë gjithmonë atë kurreshtin që të na pyesni. Na pyesni që edhe ne mos nguroni, mos hezitoni, bëni çfarë do të. Pse njerëzit që bëjnë mirë vuajnë, thotë, ku pasohet edhe me një koment tjetër, pra po me një njëjtën temë. Alex dhe ju gazetar duhet ju pyes ku njeriu bën punë të mira pse ai goditet më shumë pra. Pra është po njëjta gjë, pse njerëzit e mirë vuajnë dhe goditen më shumë. E le pyetjen më të bukur dhe më të mirë, e le për në fund duket, me sa kuptova. Qeshja mbi tort, Kjo është pyetje më domethënëse.
Sepse këtë pyetje kanë shumë veta, jo vetëm ta të dy që e përmendë. Unë e theksova. Po, është vërtet kjo. Se vërtet ashtu ndodh. Shiko. Ju njerëzit e mirë që bëni mirë, edhe gjeni hastja të mos mirënjohen nga të tjerët, nuk duhet të mërziteni, përkundrazi duhet të gëzoheni për këtë gjë. Ju jeni fëmijë më të veçantë akoma përpara Zotit. Ai të gjithë do në mënyrë të barabartë, po ju që vuani, ju do akoma më shumë. Sepse ai po kjo tregon që ai po merret me ju. Është një shprehje aty tek shkrimi jon i shenjtë që thot Zoti atë që e do, që e pranon për fëmijën e tij, e rreh. Që do të thot, e lën të kaloj vështirësira, sfida që të kalitet. Ati t'e ka vënë syrin, e ka më në kujdes. Për ta kuptuar më mirë këtë, lidheni edhe me këtë tjetrën që kur ishim dikur të vegjël neve, kur bëshim një shkelje, diçka që nuk shkonte, që nuk na ndihmonte për të uritur, për të formuar karakterin jon, na viten ai zek nga babi, një bao mbrapsht atje. Pse po na rrifte neve atë, nuk na donte? Ne si të vegjël që ishim atëherë e merreshim sikur ai po na hakmerret neve, nuk e shikoshim që ajo shpulla ishte edukim. Nuk e morëm domethënë që për na drejtuar. Ndjes që të futem pak këtu, kjo nuk duam të orientojmë tek pjesa e dhunës ose të orientojmë drejt dhunës, kjo është tjetër gjë, është mësim e gjitha. Po patjetër. Se mund thonë njerëz që okay, ky po na orienton drejt dhunës, si ti rrajm fëmijët ose Jo, la unë s'po them që ta bëni ju ves atje, shkoni. Por kjo që the është shumë e vërtetë se vjen një moment ky fëmia që ka marrë atë shpullën, prapë se të marrësh një shpullë nga prindërit është më shumë ledhatuese dhe më shumë le të themi shkundje të asaj që ti të jesh në atë ku duhet të jesh, domethënë më mirë se sa prindi krijuesi jot, domethënë. Në rastin e një prindi dhe fëmijës, nuk po flasim për prindi për fëmin është një zot i vogël. Po pra. Atë ndjek ai, atë ka si shembull, atë ka si. Në një moment dytë kur rritesh, thua sa mirë ka bërë shpulla. Po, aty ka bërë para 20 vitesh ose para 10 vitesh, para shumë veta e kanë kujtuar këtë dhe kanë thënë të shprehje që the tani që sa punë më ka bërë mua ajo shpulla e babit dhe e mamit. Ajo thu pra se kanë ca taktika të tjera të tjera. Panofla. Nuk kam u gjetur shpulla shumë nga babi për shembull, bau e bu, domethënë se s'po fiksohesh atë dot një mësim të anglishës atje, ku ti isha çikeq me këto memorien. Edhe nuk e kam thënë ndonjëherë pse mbrifshe ti më atëherë se tani kur u rita e kuptova që ajo ishte për dobin time më dha. S'ma bëri as për hakmarrje, as për të shkaktuar dhimbje. Kjo tregon siç e vepronte prindi i vogël që për fëmijët është një zot i vogël, kështu vepronte Zoti me fëmijët e tjerë, me juve që keni këto probleme. Ju duhet për ne thash, e bëra hyrjen, ju duhet të gëzoni për këtë gjë. Sepse Zoti po merret me ju. Jeni të përziellur. Ju shikon me një lloj dashurie më të veçantë akoma se shumë të tjerë. Sepse tek ju ka parë diçka të mirë, njerëz. Ka parë diçka të mirë dhe do që ju ta kultivoni atë gjë. Po mirë. Kjo tani çfarë nuk kupton për pjesën tjetër që nuk vuajnë, nuk i sheh Zoti. Ata që zvuajnë, edhe ata i shikon, po i shikon në formë tjetër. Ata që zvuajnë uroj që mos gjendeni në fazën e tyre. Ato vërtet e kanë jetën e tyre vaj, por ka një diçka. Të gjitha i marrin në këtë jetë ato të mirat. Ju që vuani të mirat, do i keni në doza të vogla në këtë jetë. Në atë tjetrën do ju përgatisi atje ca shpira, ca gjëra të pa imagjinueshme. Prandaj po them njerëzit besoni, kultivoni besimin, shkoni kunda rrymës që don që t'ia ufshi gjitha këto gjërat e bukura që njeriu e ka pajisur Zotin. Dyshoni gjithmonë. Dyshoni, po, ajo është themeluese. Dyshoni, po, kjo është fiks fjala. Alex, falenderoj shumë. Nuk e di si u gjendën e këtë, si ne e kemi ndryshuar pak, le të themi këtë gjendjen, atmosferën, për atë se çka duam t'i japim dhe atyre që na ndjekin nëpërmjet bisedës sonë. Besoj se kjo sot ka qenë një bisedë mjaftueshëm e lirshme dhe e thjesht bazike për gjithë ata që na ndjekin, duke i falendëruar shumë për interesin, kohën e tyre që na japin dhe komentet pozitive që janë një shtysë shumë e mirë edhe për ne për të vazhduar më shumë. Uroj që të gjitha këto që u thanë deri tani t'ju ndihmojnë, t'ju sjellin dobi, sepse tek e fundit e gjithë kjo përpjekje që bëjmë në këtë rubrik, atë qëllim ka, që t'ju ndihmojmë, asgjë më tepër, nuk përfitoj asgjë. Të falenderoj shumë, është e vërtetë kjo që thot Aleksi.
dhe mirënjohje dhe falenderimet. E pas shihet në dritë. Amin dhe gjithë njerëzit e botës. Falenderit, përshëndesim. Miq, ju përshëndesim gjithëve, uroj që takohemi në episodin e radhës. Mirupafshim dhe javë të mbarë.